Hapja zyrtare e sezonit turistik në Divjak është kthyer në një traditë festive. Muzikë, sport, gatime tradicionale të zonës, ekspozit makinash retro, këngëtar vendase të huaj, për të sollë një atmosferë të ngrohtë festive. Bizneset që operojnë brenda territorit të parkut për të përballuar kërkesat e turizmit, kanë rritur cilësinë e shërbimeve dhe kanë shtuar kapacitetet e hoteleve. Për ofertën e këtij viti, bizneset ofrojnë ushqimet me bazë peshku në freskët e lagunës dhe çmimet më të lira se në çdo vend tjetër bregdetar. Atëherë, unë parashikoj shumë lart këtë vit sezon turistik, sepse e shoh që ka filluar shumë herët, ne sapo e kemi çelur, por unë e shoh që ka filluar shumë herët, nuk ka bërë vakije të fillonte sezoni ose kjo dyndje turistësh që është shumë shpejt. Ne pothuajse nuk kemi pushuar, Divjaka të ofron shumë gamë gjerë turistësh, dimër, behar, duke filluar nga laguna, nga ambienti kaq natyrshëm sa që kemi ne, sa shpirti gjengjetësim. Atëherë, ne ofrojmë një gamë gjerë duke filluar nga shërbimet, nga hoteleritë dhe nga turizmi ushqimor. Turizmi ushqimor është shumë lart, unë e shoh Divjakën më lart nga çdo gjë, duke filluar nga gjërat bio, duke pasur lagunën që na ka fal Zoti, na ka fal natyra kaq mirë, edhe e shoh që ne plotësohemi me lagunën deri diku, por ne jemi të 90% që jemi me gjërat bio. Për shkak të hapësirës së madhe të rërës këtë vit, zona e plazhit është ngushtuar. Sipas kryetarit të Bashkisë Divjak, pritet dyfishimi turistëve krahasuar me një vit më parë. Kemi bërë përgatitjet maksimale, kemi filluar nga bregu i Rarës, të cilën e kemi filluar ta pastrojmë, do të shtojmë pastrimet më shumë, pastaj kemi dhënë lejet për katse, për bizneset që do të ushtrojnë aktivitet në atë pjesë rare, e kemi zgjeruar pak aktivitetin, kemi mirëmbajtur që të kemi energji elektrike 24 orë ndriçim dhe ujë të pishëm të janë qysh vjet, dhe gjithashtu do të mundajmë rrugën për shkuar atje. Do të sistemojmë parkimet dhe do të mundohemi ta lokalizojmë pak më shumë, se vija bregdetare e bashkisë tonë është shumë e gjarë, por ne nuk mundemi do të pastrojmë gjithat vijë bregdetare. Do ta kufizojmë pak. Shërbimi për pastrimin do të jetë më i kulturuar në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit. Do të kemi një makinë ekologjike shtesë, e cila do të ndihmojë bashkinë në heqjen e mbeturinave më shpesh. Gjithashtu bashkia do të ftojë numrin e koshave dhe punonjësve që do të mirëmbajnë ato. Sa parashikohet numri i vizitorëve? Ishte shumë dhe do të jetë shumë këtë vit. Pra, e them shkurt është që ndikimi i vitit kaluar, pra përmirësimi i ndjeshëm që ne bëmë vitin e kaluar, energji elektrike, ujë të pishëm, shërbimi i pastër, bregdeti i shkëlqyer dhe gjithashtu heqja e tarifës zero, 1 lek sa kishte më herët, ka ndikim të jashtëzakonshëm. Dhe presim të paktën dyfishim të numrit turistëve. Kjo e ka treguar, tarifa për të ecur ishte për të hyrë në plazh ishte një tarifë e kaluar. Nuk e di si ishte ajo, po e kam hequr, e kam nxjerruar. Gjithashtu jam munduar të ndihmoj bizneset, ka qenë sa taksa shtesë, jam munduar t'i ul ato në mënyrë që shërbimi, çmimet dhe shërbimi të jetë i ndjeshëm më i mirë, shumë më i mirë. Divjaka vizitohet për pyllin e saj apo për detin e saj? Divjaka vizitohet për vgjeshtën, për pyllin fantastik, për lagunën e jashtëzakonshme. Të dyja këto janë veçanta në gjithë mes dheun, pa tjetër dhe për bregdetin, rajën e dikurshme të jashtëzakonshme që po rikthehet, me jodin më të mirë bregdet. Të gjitha këto do të shikoni, ky vit do të jetë i përmirësuar dhe ndjeshëm do të ngrihet çdo vit. Divjaka vizitohet gjatë gjithë vitit nga turistë të shumtë, pasi ofron përveç plazhit dhe rërës së pasur në jod, edhe natyrën e egër të parkut kombëtar dhe ecjet përgjatë pyllit me pisha.